Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtë mi nga unë Dorun Tina, jemi në Poklek të vjetër, komuna e Drenosit, jemi në fillim të fshatit dhe po du me undalë për pak qaste me komentu atë që jem të e po momentalisht. Si pas një informacioni që më ka dhënë një banor prapa kamerës, prapa mi është një ujë që njihet si ujë mineral, përveç kësaj ka veti shëruese, duke fillu nga lukthi, lekura e disa sëmundje të tjera. Më tregoj që vet e ka përdoraj për vite me radhë dhe që po ka ndiku për mirë. Unë nuk e kam provu, nuk kam ndonjë përvojë nga ky ujë, është raport që jam në Poklek të vjetër, por po i tregoj nga ajo se çka më ka thënë banori, jeni tu e po, pra e ka shihen shumë të njelmet. Normalisht, siç e dim, uji në kushte normale është pa shije, pa ngjyrë dhe pa erë, por që kjo nuk është në kushte normale dhe ka shihen e tharpë të njelmet, kështu disim tha. Me që e komentova ujin, nuk e lash pa u afru edhe me provu në vetë. Me të vërtet e pas ka një shije shumë interesante, ama nuk është që kom pëlqej ka. Se në çdo herë tham realitetin, e pas ka një shije interesante shumë, po më vjen ashtu si korrozion, ndryshkje, s'po më pëlqej ka. Por që kur është shërues, do të edhe me pi, nevoja e bën të vetën, të e bën një banor, hajde po shkojmë po e përshëndesim, edhe t'ja nxjerrin ja 3 llafe për shotin. Përshëndetje! Si jeni? Çfarë emisioni jeni apo me ti? Katuni jam. Katuni jë? A jytja jam që kë? Edhe jemi po, unë Kosovë jam. Po Kosovor, qashtu. Po, na i kem krejt gjërat e përbashkëta. Hajde për hajkuf, çka po da me, çka je interesuar? Jo si mërgjimtar. A jeni të jetu jashtë vendit? Tu punu, tu jetu këtu, familjen i kem këtu. Qështë ashtë të punu, pse po jetën këtu, ma ke pëshilë qështë ashtë? Familjen thash këtu i kem. A familjen i ki këtu? Po. Okej, shumë mirë. Qësa vite je? Jashtë që 3 vite. Në cilin vend je? Jem në Bohum, Düsseldorf. Që 3 vite, do më thonë një kohë shumë e shkort. Pse ke vendos ka gjëvon me lanë vendin? A me hime të kallëzu drejt krejt, a ju? Po drejt kështë fije për pe. Se unë po të kallëzoj drejt, se zgjedhjet janë këgja ofer. E po du me të kallëzu si shkoki i Ramiz Ladrovcit, që nuk ka punu qysh duhet, ka vjedhë so zba heq, kam qenë pjestor i UÇK-s, pjestor i FSK-s, i TMK-s, i 3 uniforma kam qenë, edhe jam detyru me ikë, me shku në Mergat, me punu për shkak mos aktivizimit dikun të punës, edhe kej me ikë jashtë. Ke vështirë në këtë moshë? Jo, nuk e vështirë, sepse atë luftën që e kem kry, e kena pas obligim. Edhe sot, për shembull, ka rini që e gëzojnë lirin, edhe ne, edhe unë obligimet e mia i kom kry. Me që ke qenë pjesë e uniformës, po du me ta parashtru këtë pyetjen, i keni ra pishmon në kuptimin pak pedin se si po shkojnë gjanat, i ke ra pishmon për kontributin që e ke Unë po të kallëzoj, me të shpjegu se unë edhe një YouTube i kam postune ku kom vro shki. 3 vena kom vro. Plus stacionin e policisë kur e kna sulmu, e kam letrën rraf shikash komplet shtypne me shtyp shkruan atë që u konë që e shtyp. Komplet e kam shkru në çdo aksion, me cilën dot, me cilë shok jam kohë. A ke vro bile heq? Po, pasha zotën. Pasha zotën kum vro, edhe mund me pyet, kanë dush në këtë rrethin që son qashtu. 12 shtëpisë të armatës dveshën i këna pas. Asnjë nuk figuron aty në listë teme ku kum vro shki, për arsye që me dal shumë real. Invalidit, certifikatën e invalidit për penzion,
ma kanë pru si invalid me morë pensionin, që ja u kom pranu, se që jam ko invalid. Për qëta, po të kalëzë jam i shgenjyn, me këta njerëz me polën e luftës, se Ramiz Ladrovci ushtar në pen 92-ës tretën, kur u sulmu një Hekorull, të pruga një konvoji policis, që atë rast të kon, kur më ushtar së kon. Shqipni më ka dhonë një kapele Beret, grupit Fehmi Ladrovcit, që i na shku më armatus në Tropoj, në Shqipni u kon. Në luft nuk u kon Ramiz Ladrovci. Dhe deli shqiptar, vetë i krejt ushtar të UÇK-s, çdo ushtar vetë e thuj, a ke po Ramiz Ladrovci në luft, a u kon ai hera, a ke po dikun, kush s'ko me mujt me të thonë që e ka po. Se su kon. Fehminja u kon, njeri ma zotin nuk o se Fehmi Ladrovcin, edhe u kon Imria, vllai i tij. Ta dy janë kon. Ta unë shumë respekt i baj, edhe ati gjallit, po edhe ati ai hero, po qysh si vjet tur për Ramiz Ladrovcit me përmend Fehmin kur e kalon Livav. Qyre shtaturën, në ju kanë rejq. Ju kanë rejq shtaturja, ati ju. Është tur për Ramiz Ladrovcin, vllot vet, edhe konotës, mos me ngrit asnjë shtature, edhe sot për shembull populli janë i dëshpëruar shumica me thonë. Le hajnit që po i ban, mu s'po më interesat, det vjell, sot Gjon Budall, det vjell, sot mon. Nuk on të më interesu, as pasunia çka ban, aja s'tek ban. Po mos e quj veten veterani luftës. Unë e pej rastit që u hin Ramiz Ladrovci ushtar, edhe që u hin që u hin në PDK, unë jam distancu edhe pej PDK-s, kur vot si kom qitë. Shko ki Ramizit, tash ja qes. Tash ja qes PDK-s, se e di që ka njerëz mirë në rreth PDK-s, edhe i përkroj. Drenica e ka PDK. Drenica e kanë edhe Ramizin, po e kanë Budall. Optas po të thamë. Hajde tash po kthejmë tek pjesa e fshatit. Sa kanë investu në këtë fshat, sa është rregullu, qa ka diçka që i mungon. Në këtë fshat, qa ka investu, që të drita i ka investu, asfaltet nuk ka investu kur gjon, asfaltet janë klameta. Në përgjithësi... A keni trotuar? Trotuar, po çfarë trotuar e mëtër? Qës trotuar që Po i son, kjo te që aty nalë tonë, ma ne i son. Te shkolla shko këqyrë, sen miki tuk s'ka investu. Do me thonë, nuk... Unë s'di qysh ja qesin votën kë popull, ti njerit deshtun. I deshtun luft, i deshtun mas luftës. E sa shpesh po vini tash në Kosovë? Vallaj në Kosovë, po të kalzaj, syt të gjoj balonën lirë, një kert lirë, ja fut e viknej. A ndodhë në arë për 2 ditë? Vallaj, si ka 2 javë që jem ka. A pet jam morë, veç për zedhe e morë. E pas ke lëmë fshatin, po shpirtin edhe trupin këtu e pas. Unë edhe djallin e ka me veti, e vlavën, atje, shu që në halese ku morë, po kryesorja, me rëndësi onë që lirin e kem, në për Serbis gudzej me hi, hera nej, her për malzi. Si fshat sa është i banuar, sa e kanë lëmë fshatin sikur se ju? Moj me thonë që as 30% njerëzve nuk janë në fshat. Ti mund me hi në përgjithësi me këqyrë, tjetër onë qarkullimi se onë shta e rruga, anej rrotull e u qelë një trup. Kënej, kjo po shkujnë gjinja ma trup. Qarkullim she, a njerëz shumë pak, qëta është zatet, hinë rreth a mund i zatet 2-3 aja. Shala po i gjenja 2-3. 3 mund i gjonë. Sa me ma kompletu emisionin. Qështu emisionin e keni qëllumë se pjo shëka i herë në për Pse më te kush jeti? Në për pjo hinë në shpija, s'poj vetë në heq. Unë e hinë në shpija, nuk për qa ko mi vetë? Qartë. Na ka hinë shkohe, hasme, pse mi vetë? Na ka hinë shkohe, po mos kum na hinë. Ja, mojshala. E pësë, qa? Shenë turi. No, s'ko lidhe, ti mund me hinë kur dush. Gjdo njeri që i mirë dhe të hinë. Nuk ko lidhe, s'ki nevoj as me i trekit kuj. Ne e kem qëllimin e mirë dhe tash njerëzit veç e kanë kuptu edhe nuk e kem problemat pjesë farë. Jo, veç vazhda, ne me emision t'juvin, mirë ato ju e jetës, po i shak da klikime nomin po i keni. Me rëndësi onë që more mos t'vje me qitë shlirë që të qkat
ta tham ato mos gaboj me ma hjek. A duket që më vje morë mua? Shlirë, se unë e tham me përgjithsi. Me plot përgjithësit, plot e tham ato edhe e di që çka të tham unë 1.000.000%. A e di ku ndodh për shembull që po thu e hek? Ndodh me hek nëse është në moshë shumë të shtyme edhe pleqt pak ma lirë shumë flasin. S'kom qef me shku në shpit dikujt edhe me nxjerr me qit keq. Apo kupton? A për shembull ty krejt komplet komentar postu. Krejt postu, mos tanin, heq. Ndërum ishte shumë kënaqësi. Faleminderit për juve, ju përshëndes Platon Buculli. Platon, Edhe emnin që të aty mos gabo me emnin e hjek. paske shumë të mirë. A besoj që në YouTube i kum postu mas lufte që ko kum vro shkik tek. Janë shku ma ka intervenu dikush ka he kanë hjek, qa ma kanë shly. A pete kum postu për zdet. Veç I fort se këke. ato ju i fort, unë veç realitet flas. Nuk flas rana, nuk flas dallavere, as kam nevoj për PDK-n, as kam nevoj për LDK-n, as si parti nuk kam nevoj. Me pas nis një prit ata buk s'kishëm pas. 10 vjet jam konë rënderit e vurrja dhe meshorit. I kum kry obligimet e mi janë përgjithsi, tanë i kum kry edhe sot jam shumë krenor, edhe qa kum bo, edhe që s'jam nevojli për ta. Shëshër zotit. Që është të Ishte mutër. shumë knaqësi. Përshëndes qa vot. Hajde ju përshëndes shet. Pafshim. Mos u lë se rastisht ku ta tetëm po më mirë. Ishte shumë knaqësi, me të mira. A, në zënën edhe qëto. Përshëndetje. Ku jeni? Si je? A je mirë? Ku je Platon? A je Atë kam, mirë? a je valion. Veç kryen mos ja ka fort nga mirë se në është ndihet keq. Si jeni? Si po ka tani se e kena bloku rrugën, ndoshta na bojnë pak halal. Ja kena unë edhe me bloku këta, ku edhe ma pesi kena bloku tash. Ja, po, kur u kon ku ajo e keni tregu vetën që të thëmë. A një shnash? Po li Platonin se Platonin e kiqit të po në shkoj ma nuk më shë. Ja, se det mas stira e kena kaluar den tropoj bashkë pa hangër pa pi e bjeshve e në përprita e këtë që na kanë duhet të sanë, Po, më tregojmë. Ishim lefosëm, a i edhe të njëjtë sikur se ty. Ska faj, jena të lëfosëm. Pa drejtësin Kosovë gjithandej kemi. E kena qafën shkurë se nga një njeri që është i drejtë, të po të thamë sinqerisht, nuk mund me bajtë. Ranci, ta barrafshë të lavazgjia, s'ko na kem shkurë se nuk muna pa të me bajtë. Se na dhanë, se të mënë e kumë lanë Evropën, ju më këthyje në luftë, sot punoj me komi ka pak taksit të nësë Prishtinë, qka, me një pagë 170 vetë, unë tash në ka rritë. Edhe veç kur është fëshotha e bujnë tonë, se nuk është që është diçka vullnet i qeverisë tash. Tanë qeveriva, se nuk është problemi tash me nuk folë në Aveshtina për shembull. Po i tanë qeveri domo e këta s'ka më shkruar gjë më shumë ti. Domethënë e keni lënë cilin shat jeni? Gjermaninë. Po e keni lënë Gjermaninë për më orë në ju fut luftë. Na pas latinit 7 orë më kanë mojt. A e kishe bot njëjtin veprim nëse e kishe ditë pak a shumë se si ka me orë situata? Çdo herë, çdo minutë me na thirr njerëz që janë për atë dhej, që janë për jam i gatshëm, a jam me gru. A janë nga, jam me gru shli. Që ty i tham, graj gru, ta mos të qonë, edhe jo veç fjallë, po të betona, që ty edhe eci ty, se unë komunikoj me njerëza, nuk e kam atë problem mas një fija. Po shihet se këto fjallë por rrjedhin prej zemrës, e ka dhe emblemin këtu jastokun. Nuk e dojna veç me fotografi, po me zemrës, se kena kontribuar. Jena ronë prit me zonë bashkë, që i lërme kërë renusin korrekt në 98-ës, që në konën, rasa zogët, i lërmekën 110 janë vrarë në ty. Na kam plaguar shokët, na kanë vrarë, po tash shumë na kodifikuojnë, pse ju pështut, po se këna pas ymën, ymën sukur. Në Shqipni ka një kapele Beretra me Zladruvci. Qkyra me Zladruvci, na jena kon aty, unë më kontrapuaj bashkë me to kurorë me thash me pare. Tash një pyetje, sa është numri që i kanë... Sot për të bëj, hati shyre rruga ja Herbrisha. Rruga jam e vetëm ja është e pastru në asfalt. Se kam me veti lethin që ja kum qushtash në përfoshata, ja kum prezentuar tash, shyre tash. Me 29 korrekt kum bon kërkesë, e protokolluar në komunë me shkako, edhe nuk më kanë kryer. Mandatën edhe janë kum porët me nisë me një herë. Nuk e kanë kryer. Mandatën e po 6 mujorin hiç, mandatën e 2 6 mujorin. 6 mujorin e 2 hiç, domo u bon që 5 vjet u bon domon rana dallavere. Sot prap vjen e ly votën përgjithsisht, sot e kem moll me dal me pi kafe, më. Sot nuk i kam atë problem, ha? Po do këna dhënë si shta kandidat, të i ndalu njerëzit. Jo, keni obligim, falinderit, jo, me gjithë respekt në që kem për gazetarinë edhe juve, se informoni popullatën me çdo gjëna, çka duhet drejta, apna. Edhe kam qenë,
Veshën në vërtetë. Do të me dole vërteta në pa. Që kjo është, nuk e kam minotin jetë gjallë, thash, ku e knalon Evropën e në këty këtyr. Ka njerëz, jo, se njerëz ku që i noti për shkak ta marr për shkak zhokun tam platonin që kanë, na jemi edhe familjarisht këtu, nuk kam minoti as xhelozin kë kanë. Në pend jam se ke bëu se bani noti të ke çku platoni ka bon mirë, po edhe ti më bën mirë. Jo për shembull, tash çka ka bon këta shqyrtja që s'kam tash arrit, ha. Po me ecë do të. Po si not për të mirë, me marr shembull. Jo veç ta ulim ta bëulim njërin tjetrin. Çka është aty, po dhosh Zoti, mu shumën. Inshallah që ke shpresë po na bën. Sa është numri i të vrarëve në këtë fshat? Disa informacione që i kam, 52. Janë 3, avesh në fshat Në këtë po klek. Po klek janë 53, veç familje që ku janë familjes, më çoll, që ku janë shtëpia muze. Është shukrit kjo familje. Kam bet në Kanë një. bet do që nuk janë këtu, nuk kanë qelluar foti ty, nuk kanë qelluar këtu, se që ku shtëpia muze, që ku i vorrë, më fal, në teknikë është kjo edhe këtë vënë që tash si merr i kanë vrarë, i kanë djeg, hi edhe të varros çështën, ha. Edhe shumë pak e kanë ngri zonën për këtë familje, ha. Edhe ja po shkret edhe heqë kanë muzet. Sot është ty e ka gruan. 53 sot është ky. A kanë qenë këta në luftë? A kanë kontribuar? Kanë kontribuar tash që s'kan kontribuar në luftë të familje shumë fort, shumë mirë të vrarë edhe ndjeri i merr Elshoni edhe këtu. Një pyetje shkurt për fshatin. Si është jetesa në këtë fshat? A janë kushtet e vështira? A është në poklekun tjetër ky, a? Unë jam i Vasilevës. Ah, i Vasilevës. Urtë një 3 kilometra për këtu, domosht që jam në shati i fundit të rizit. Në Vasilev ku marrni Nga kur dush, hajde e kije numër 19 Ilas Berisha aty edhe shumë letë është në tele vorës. Ma qëtë nusja një fli. O, çka dush. Vesh tomër zogët më slyp, edhe me lyp tomër zogët, po na del punë desh ta nxon edhe ta mjelëm deri ti kohë të qet, çka shkoi janë. Drenic, njerëzit shumë demokrata, në secilën familje, gratë e tyre nuk hezitojnë me dal para kamerës. Edhe kjo zoja këtë që e ki pranë, tha hajde kur dush, derën qel, faleminderit, shumë respekt për juve. Jemi demokratë, jemi evropian. Ju lumë, keni avancu, ma shumë se disat e tjerë. Nuk ja kum dalue, as nuk janë dalej, domthonë as me fol me njerëz vet, as me shër klasë që ka sot çuditën tonë, domthonë se unë nuk kam as problem. Dhe unë është gjithçka në rregull, është kur nuk më prek vija të kuqe. Që pej kafe kem hangur buk, dalim, edhe dal shpesh, shash për kotë po nëse jam me punën zonë, po si të jam i lirë, pa dal bile një kafe dalë pije. Çka grup kam edhe u krym punën mos kitej. Ç'është e keni jetën e gjatë të lumtur. Jeni në misardhën gjithmonë në jetë, respekt gjithmonë në jetë. Vasileva në shati i fundit që ka kontribuar gjatë luftës, fshati i vogël, po ka kontribuar ka pas zemër të madhe që kjo pjesë e Denisës që kanë kaluar medalin nëpër Kur të vinë Vasilev mi tregon. A u bë? kur dush. Ilas Berisha, i Vasilevës me nuse që ty respekt gjithmonë e falëndershëm. Na fal për kohën. Ja morë në shtë ditë. Platon, që dura dhe janë mos besosh. Shihemi. Faleminderit. Miqtë e mi, i falenderoj për zemërsisht këta dy burra. Ta mon burra janë këta. Këta dy njerëz të mrekullueshëm. Njëri nuk ishte banor i këtij fshati, por që kishte ca informacione e pat intervistat cilat i zhvillum bashkaresht. Ishin njerëz shumë të mirë, na jepen pak ca informacione. Normalisht nuk është më patjetër, edhe pse politik nuk është që e kemi atë tendencën me që jemi ende në fillim të fshatit, fshati po duket me qenë jo i madh, nga ajo pikpamja ime dhe sa po mund të me arrit,
po më duket që nuk është me shumë shtëpi, por gjithsesi ne si çdo herë edhe sot nga fillimi deri në fund kemi me shku, ne po shkojmë te kjo pjesa jam të e pas ka një kiosk të vogël, po provoj me hy edhe me po se është dikush. Jo. Sigurisht shtëpinë ka këtë. Hajde. S'po di cila shtëpia, me siguri mundet me konë kjo e këti. Hajde që po provojmë. Oj, zoti shpis! Jam të i po një 2 qika. Dhe gjonë gjiljat. S'po besoj që nuk na pranujnë se më orë në Drenicë. Edhe mësme nga tha Bojrëm është e pa mundër, të paktën deri me tani nuk na ka ndodhur as edhe njërë, por me qenë se në asnjë fshat nuk mundë me ja u hup respekt për gjitha familjet që mi kanë hap dyrë deri me tani. Oj, zoti shpis! Që çfarë frajeri, që ja syzat. Përshëndetje! Ajni kësaj do i shtëpia modhe. A do një mësafir? Qyre që shkan dalë me më prici. A je mirë? Mirë te. Që ki emrin? Fatjun. E gëzof, sa vjet je? 12. 12, farqike, mashallah. Doruntina, është bëllden. Si jemi e Drenicë, bre. Ah, që mirë, doj, si jo kam juve? Që jo, shë që mojt, a jeni luola një zhegita. Hajde, po imrana. A do një mësafir Po fillimisht? mërë që shë. Me kamirë në se keni problem? Ja, aj Me zëtë. pas problem në këthej me shkeputëm Aj edhe zëtë, s'kom qef me ju bo me undiket. Kur njetë s'kem probleme na me kamera. Mirë se keni orë mas parin fshatin të unë të. Faleminderit që ma gëzut këta bërë. Wow, çfarë Zdi. ko me mbajt mend këtë fjallë për shumë Zdi, qysh mi e faleminderu. Mirë se erdë, muna me imrana. Ju nuk po himi mrena heq, ja dojna me shiju edhe pak jetë kohën. Sa problem. Mase e kemi edhe pak kohën me djela, është herë me djela, herë vrancira, Edhe por vëlloj, po shiju. edhe po më vinë që si vëlloj dhe punëtor, se punëtor jeni ju. Më duhet që atë Mashallah. jam të e pregatit diçka për vjedhje vjeshte. Pasha, zote da me më aktivizu dal nga dal. Jo, po e di unë se qështu po do të me lirat ka pak. Po, ja, pak, s'keni. Po është zote da me mështim puna. Ja, A din qysh, unë Ja, me që jo. punoj ku do që shkoj, të dojtë e mi s'prej të heq. Ja, fandet, ja vetëm pak. Kërponoj Veç që pak të dojtë e kajgore. mi, po ta të regoj një ras kërponoj që të dojtë e mi. E këshëm pasull, ta shën e vogël, nuk desh, ama e vogël se kem kon. Gjysa aty në kokrave mbeshin Kanë vend tuk. a bëj ke doje jam. A, ma i mes, po të që mi nalon as 2-3 zime. Po qa me vo, është. O ku jetë atëherë, ata është që është për disa, po qa ti bash. Juve që pas këtë Po, e- përfundu gjitha qa keni pas këtu, qa keni pas të mbjellta. Kom pas speca, domate, kështu. Ta është Domate. dreza. Ta A është, mit në i drejtë zjo. po i ka pak me alla ka dikon, po mundet me gjithë këna jonë, po të verdha. Ta është i duhet, jam të e përgadit, një ndërshu pak, këto dreza, një klenaj, kështu, që... Shumë mirë, që shë konë vera? A u konë e Po, breqetshme? Mirë. Po. Po jo është qysh, o duhet si tjera vjetë, po mirë. A i ke pas vetëm për nevoja familjare, apo edhe ke shit diçka? Ja, për kom ty? pasë nevojë familjare, kom shit ka pak. Po jo aqë, jo aqë, kështu. A veshin këtu klientët, apo ke dalë Ja, në ndonjë treg, kështu i kështë? ja, e kom quna për Pazar. dërnas, në për dërnas, e kom qu Qka mas shumë të speca? speca, tranguj, kështu. Shumë mirë, koko me cere. Tanat ka pak aty, kështu, Shumë. që sëj ne. Apo dalë, Ma herët- Po punoj, pra mos. Ja, Ja, po punoj, ja, se tani thu, ja, dërën ti një dojë. E kalëzoj vitën. Shumë fëndejet për juve. Po, ja, a që vish një 2-3 herë, bili? Për dy të herë provu. Sa je ka mikrofoni? Ja, e pas ke shtinë shumë, kështu, qërë. Ep. Mirë është, fëndejet, mirë, vëllë për juve. Pritë edhe pak. Mirë është. Valloj me më zhyt çto patike, Ja. keni me mi pas. Jo ti lon drezet e Drenicës, shuri ku i kia të dy tezë e Drenicës. Ja çki koka e let. Ja jetë. Që Po njëne disha, Po vallaj për mërak. çka çikninaj? Çto? Hajt kallzon nai sem për fshatun e punoj. Ti, Po aty shfrytzo. kjo më safer, ja. Shfrytzo i rostin pak. Ti jep në pyet neve, jo në ty. Hajde po dalëm se nxet. Sa të Po, mina i po. pas ke qikat, mashallah, ti rujt Po, zoti.
Si ta në qikat e ideas. O të njëra po e kena për fest huje bi. Qa me bo? Qështu zote e kalon? Kështu Si është që ti, sa? mirë është gjëna marku. Si fshat jemi fshat. Kanë bet njerëz heq Po, banor. ka, janë dikon 2000 banor, mund me kon besaj. Si shpisë është. 2000 banor aktual që banojnë tash? Po që banojnë. 2000 na? Gjdo shpi, të llogaret 10 shpi që të janë dikon 150 persona familjar, ose fëmijë dikon veç që të ma allë tona, janë më qallë, garan dikon i ki 7-8 fëmijë. Si kja, aja, qoja e fëmija atje. Ndrenicë. Ka, kem... Ndrenicë pakosh i bën 2-3 në 7-8 seleni. Jo, i ka, tash te. Varsisht. Ka nevoj, kumbi mu mushtë o ka më rritë. E kështu si ka tënë, jemi dëptun gjatë lutës, 53 kusheri jenë dëronë masakruve, që Jo besej e ke... personalisht jeni i dëmtuar familje diçka. Pa, nënën ma kanë vra, gjumë bonar, Nënën ta ka gjumë banor. bonar, e kështu, qikën e mingjes. Për po klek është shumë vani mirë, vani respektushëm, me tradita, Drenica në përgjithësi vazhdon Po, me mbajt adete, tradita. e vërtet është. Këto një është me mirë të nanë fshatë tunën, po klek vjetër këto se ka 200 vjetë bavakia që kur s'ka pas se lashë të vogël vrasja po diqka. Këto a kena kështu më të mire. A di çka thamone? Vraset e këtu i keni kry kur kon koha. Tash t'juve në dëni. Ja, po nuk është adin se shumë vene, filone hasmeri me filone, në këto kënina, qka është aja kur gjështë. Kështu se ka së qëmë dhe 2-3 shate që një ufëne, A ka diçka kështu në bërë me po që edhe të full edhe Po, e shoku që? më burrin? që o burët, që të familja, minjat, që shto. Shumë. A kanë Shte- vetë diçka prej pemëve? Ju, o kësi vjetë s'ka pas se dëmtoj zërë, aja, Po, bre. kështu që shto, që atë kam një kio zvogel. A, ju vjasht? Po, jenë Se një desha që... është me këtë shtëpi. Ja, me mua, jam jashtë, më nuna, diçka me Po bon, ka po. bere qëtë heq. Po i ka, se dalin 2-3 buk ditë, e mjaftan. Ma shumë se na duhet. Mirë, sa model. E, bonar është ujë thartë, Edhe ky ha. po ujë thartë është, Me ka qelë bonore. ujë Në të thartë, shpis. është ujë thartë. E kështu jem se lagje qëto jemi shumë një kuptushëm. A ke mendu ndonjëherë me shit ujnë? Me Jo. bu shishe? Jo, Ose milion market këtu në jo, kiosk? nuk, kjo është një 24 orë, kjo nuk mund që ndrëna thartinjën e vetë. Kjo ka ma shumë gaz në kjo, ma shumë gaz, se a i kruni atje që i bërën. Edhe një kushëri tjetër më nalë, e ka të njëjtën ujë, kështu, kjo është e vlatë, a i bonore ato është që ma kanë vra nonën në gjumë bonore. Ato, Në ku qëtë është bonorën që të qatë qënë të në po, barë, apo shumë të shumë për safërme. sa problem. Hajde dhe flosëm. Kështu, që ato e kanë gjumë. Sa e ronë, shumë e ronë. S'ki fjallas me komentu, por që Drenica ka qenë pika kryesore për ta. Ko s'ti njëra s'qysh tek, se kush të dënum për këta njerë. Ma sa kuhe gjetet? Ose si e gjetet ta? Mas 14 dite e ka gjetë loja, mo shka shtarë me disa shukë. Dhe që ka shku ashtu mendja instinktivisht me hulumtua? Bili është një misin kluna, është na që atje vlane ka dëshmor, babën, është nonën e kanë vra atje dikon poshtë, e kanë marrë kështu zhagë, kanë ngri dhe e kanë hurë këtë bënarë. 17 prill natën. Atje natë është masakra aty një kushërive, dhe që e besej që mundi me vrejt, atje mure atje kështë, atje 53, që atje lartë 53. Antartë familjes time. Ka pasë edhe mosafer, po shumë se janë kushërit e mi. Këto i ka shpija ta shkandarë, se s'kanë mund atje, s'mund jetojnë atje. Unë e Kështu. kom dëgju për masakrën e Poklikut, Që kjo, edhe përmendet shumë herë. edhe, Po, disi në për fshatrat e Drenicës thuje se në çdo fshat ka masakër Po. makabre që e mbo në mënyrë më që njerëzore. kjo është më që njerëzore. Masakra ju një Poklikut. Sa e kanë lënë fshatin? S'ka bre, se kanë lënë.
Nuk e kanë lënë më shumë? Ja, se mund me konë dashta do që jena për puna në fushë Kosovë, dikon që atje s'kanë mundësi me udhëtu apo diçka, o duhet me shku me rnu me qira, për shkak se është shkolla studenta këtu atë thonë të thoshet, po ju, pak, me llogarit këtë po klekin që të na fshatin po klek vjetë, a mund me dalë 7-8 shtëpi që janë të jetu jashtë fshatit. Sa mirë, domethënë. Mundet me llogarit 7-8 shtëpi, a dhe nëne kështu, po nashta ka më pak, po më shumë se dinë 7-8 shtëpi. Se komunikojnë na bashkëtar të rinj. Keni raporte. Kena raporte. Po i bënim mbledhjet kështu ndejat mas shumë të, a keni na joda? Kemi ka pak, po më shumë kështu në shetitje, po shetitë më dalim në natyrë. A keni pjesën e natyrës? Po kemi mole, kemi. E tash me ju pyet, po më intereson ky po kleku i vjetër, ku përfundon? A kemi edhe shumë larg, a ka shtëpia? Ka është po klek i vjetër. Dikun peqituj të rreth, dikun me llogarit në 10 kilometra. Kufizohet me Vasiljevë dhe me Koroticë. Koroticë natë atje të kryuni mreti qetu. Ti po kleki i ri është në 2000 atje ko keni ardhë. Ata janë njerëz mirë, kanë ardhë katune tjera, po një mësuje se 25 vjetë, ose 23 vjetë që një gati çdo shtëpi që ka ardhë këtu me banu në fshatë të ri tash po kleki. I pari banor je që ma bën kufizimin e fshatit. Ja, seriozisht, është kufizor. A diçka thëmën e ka njerë? Ky kolegu im, ky dy më thot ka një herë bën kufizimin e fshatit, ja bëjon në profesorisë gjeografisë nuk jam. Po është kështu si po klek na si rinia veç që janë shumë insan puna, që janë pak ma vjetër do dalim. Rinia ka mbet rini me që ma kujtove. Po ka. Mbet rinia, me çka po mirren? Mirren me ndërtimtari, kështu janë studenta, po punojnë kamajera, punojnë. A ka familje që ka biznes të vetin këtu? Wallahi thuje këtë sa për jetesë, për idare të familjes që thujmë se ka ma herët kanë pas, po tash jo, se është qëto marketat e mboja, qëto po na... Vajzat, ku po shkojnë shkollë? Ku e kanë shkollën? Shkojnë larg? Dhe qëtu dikun janë, ane e këne 3 kilometra, po klek të ri. Po klek të ri shkojnë? Shkollën, Gani Syla, ato. Qirë dhe s'keni? Ja, s'kemi qirë dhe kemi... Gjami, s'po shë? Ja, gjamia është për qëtu, që atje është dikun 800 metra vija erore në Drenas. Qendrët mjekësisë familjare s'keni? E kemi, në mjetë po kleke dhe Vasiljevës. Po na kemi ofër këtu mjekin për 3 minuta me kërë shkojnë, apo kom 7 minuta hina qendrë mjekut. Kështu? Qëto për fund, se ju lodha ma bën halal? Ja, sa problem, sa do një bani pyetje. Qka ka nevoj me pas fshati ju si banor që eshen i të arsyshme? Ma shumë dhanet punës trimës. Aja është mu që më brejnë, aja. Ka se shumë këto janë, këto i ban njerëzit, këto njerëzit e në veterinë, këto muna me hjek na vetë. Morëm aksen që shkena morë ma heret, gjithmonë e morëm ka aksen, o qysht ka njerëzit mundësi. Ma shkur të sope, jem njerëz që i kam nevoj, mas shumë të jeninja jone po kleket e Drenasit, po jeve që këto, Vasiljev, Korotic, Kutadijone, përgjësi shatrat e komunës Drenasit ka nevoj jeninja më punësi. A na bën halal? Halal e sën po him rana, tash vak dreke, qa qëllën që ato. Buke shtë. Ose uj, ose diçka, kaj kafe s'pakti. Një gotuj nuk po ta kthej. Hajde, Bobi. Hajde. A ma beson që jëm të pritu me lon këtë farneje që kom dzo pozitën, me shku tash me him fshatit? Sa dush. Vallaj me jo, me mu i rrim se ti e shët Galica e dytë e Drënicës, edhe gjithë ku më bit. Respekt, falem. Edhe jo, po të thamë, Edhe me lullim kanë prit. Familje mrekullueshme. Rina me jo, me muj, me vite, këto qatë hone edhe thminja mikin me orjo. Kus ja prishte rëzin, që të ka pak në herë, shpurdhëm në i farë në për a bërë, po njën diçka. E po në intervjist. Diçka, kështu, ju fanim të raj, që kini ardhë, edhe ma shpesh dhe një për vizitoni shatrin të unë, se është në me të vërtet javlen. Këtë shatat, janë Drenicës edhe përgjësi, ka komotuna për Kosovë, janë shumë të regullushme. O shumë o flamorose, që sanë kurë, Foshtica, Zabeli,
Ka shumë vene që janë me të Po vërtet. shtit s'kam qenë, e këto dy tjerat ende. Janë shumë Shamoni Kufci, Krojmiri atje, është ka Berisha. Vene shumë të mira janë që ja vlen me dalë me vizitu ata njerëz. Kështu që s'di ma shumë, s'di ma shumë që më Faleminderit. beson. Faleminderit për juve, Zoti ja dhash gjitha të mirat. Nga jo Më ke bo me undi shumë mirë sot, ma ke ndreq ditën. Çdo ditë del dikush që ma ndreq ditën. Faleminderit edhe për atyne që janë ndreqin ditën, faleminderit për atyne që ju respektojnë. Kjo është ma e Qesh mje po. rëndësishme se dhurata më e madhe që ja bën njerëzit që ju respektojnë. Pa çka mëne. Faleminderit. Faleminderit Shot shumë. Galici me mikrofon dorë, mos u dorëzo më fort aje. Apo do më shumë? S'di çka të them. Mi ka dho Zoti tana, s'di qka më shumë. Për ta jep hajnal, këta poshtë veç like mundën me ma bo. Sigur. Ka dhe për atyre që s'dojnë me ma bo, mos të ma bojnë mëre. Normal është, çfarë është shumë e vërtetë është. Faleminderit, respekt, miqtë e mi, po kalojmë tek pjesa tjetër e fshatit, qëndroni me neve. O, punëtor, përshëndetje! Përshëndetje. Doruntina, Brahimi, vjen mirë, si jeni? mirë jem. Ajni mirë, ajni lop. Na jem, po kalim. Qysh është jetesa në fshatin, po kleku i vjetër? Mirë, mirë. Çfarë jetese po bëhet? Mirë, nuk unë keq. Cilat, Greta, qa keni vështirësi mas shumë të saj përket jetës këtu në këtë fshat? Goti shumica e në kry. Këni me dalun e? Goti shumica e në kry. Ka diçka që duhet me pas fshatin me pa tjetër. Ta është në kry, krejt. Me asfaltë, me kanalizim, me krejt, arveç punësim. Kishin kry krejt trotuars, po shë kërkon heq, veç Ja, livadhe. Ja, shëja shumica e në kry. Po do me foli mirë me qitë fshatin mirë. Ndresimi o kry. Tretarët goti janë, kanalizimi po i silë se po. Po dojnë zinja ka pak që ashtu, me bujësina ma shumë mirëm. Po, ju mirë me bujci. Është punë e lëdhshme. Jo, nuk ban korë në njerë, nuk ban më lëdhën punë të vetë. Se në shpet vetë po nën. Sa po ja vlen, sa po është fitim prurse. Ja vlen. Ja vlen, ma mirë me punu në shpet vetë një jenë tukët vetë se me shku dikun, me thonë dikush grahe edhe musonal. Po, a i kanë lënë heq këtë pjesën e bujcis, njerëzit kështu në përgjithësi. Jullë, punojnë dikun 60% e shtetarëve e punojnë tukën. Këtu punohet shumë tuka. Po, punojnë shumë. A ka prej aty në familjeve që e kanë tamam kështë bugoje? Po, bashkë në gjole minjës i shtashtë, i kam bjellë dikun 20 hektari ka. Qa kam bjellë? Kalamash misër, edhe gronë, edhe në qëtash i dëshu një 5 hektari dhe qështu. Ku ki me shkuti në ora? Në ora jenë Qa qështu. ki me bo? Me livru. Me livru? Po. A të shkrim të ndimujnë pak, livrim, a në pranënd, si Po, mësafer. Ku me? Mishte mi arritëm tek orat e fshatit Poklek i vjetër. Nga kjo pjesë jem të e po Drenasin, jem të e po Poklekun e ri që një ditë tjetër do jemi me xhirime ekstra në atë fshat, është në aprit argatën e vetë për pret. Tash s'na mbetet gjë tjetër veç të i fusim punës, vetëm pun. Faleminderit për kohën edhe që na japë hapësirë edhe në ora me të ndihmu sa do pak. E di që kjo as shej nuk është fare. Faleminderit, jo respekt. Sigur në vasiru këtë orën, nëse edhe një vi bëllë ashtë. Faleminderit. Jo, prej atje, ja. Prej ati 350 metra. Jo, po shazo të bëllë pas na livrun të menu se hitë se shkoj koha adrenalina, jemi knocë. Faleminderit shumë për ju, respekt. Jeni inteligent shumë i cilum. Veç vazhdani, jeni të mirë se orën kur dëni. U me zheke, në shpemi vëcu me si ka një kofe, kam të avelinin atë në bërë. E këshëm najnë, këshëm pinë që këmë qaj, po tira herë jeni... Kur t'jemi në Poklek 3 vi me pim kafe këtë Kur dëni, jeni të mirë se orën. Faleminderit shumë. Shqyqy cili mirë, kalani mirë, respekt. Mirë pofshim. Sholla për të mirë shiu. Faleminderit inshallah. Me të mira. Po, punë të mbarë. Po, se mos po bje farshiu.
Miqtë e mi, e falenderoj edhe njerë për zemërsisht banurin e fshatit të Poklekut, Brahimi, i cili na ka marrë nora edhe sa do pak i ndihmum në takatin tonë mundova. Çka po du me ju thonë që e kam parasysh që nuk e kemi hulumtu të tërë fshatin, me ardhë në Drenic edhe me t'lon me shku prej as deri në zhet fshatit, është e pamundër prej familjeve mikpritse, familjeve me zemër të madhe. I kemi pa dikon qëndrim ofër një orë në atë familje, mandej me këtë banurin që tashme po e lavron orën. Faleminderit përzemërsisht, në gjithsesi do munduam t'i marrëm ca pamje për shkak të minutazhes. E kam parasysh që jo në çdo cep të fshatit ose në çdo shtëpi mundemi me hy, për shkak se nuk na lejon as minutazha. Unë mundem me xhiru edhe për 4-5 orë, por kur e di që montazha e bën veten, i qesëm, i publikojmë pikat kyçe kryesore që me dal fshati sa më bukur. Unë së më mbetet gjatë tjetër, veç me ju përshëndet, me ju falenderu përzemërsisht, takohemi në fshatin tonë të radhës. Deri atëherë, mirë mbetëshi!